Askush nuk e mendonte se një drekë familjare, një tavolinë e zakonshme druri dhe disa pjata të ngrohta do të shndërroheshin në një moment që do të coptonte një familje nga brenda. Ishte e diel, ajo lloj e diele që zakonisht shoqërohet me qetësi të rreme. Qielli ishte i kthjellët, dielli hynte but nga dritaret dhe në ajër ndihej aroma e bukës së sapo pjekur. Vajza ime, Ana, 9 vjeç, ishte veshur me fustanin e saj të preferuar blu. Ajo e kishte zgjedhur vetë, me një buzëqeshje të madhe dhe sytë që i shkëlqenin nga gëzimi. Mami, a dukem bukur, më pyeti duke u rrotulluar para pasqyrës. Je më e bukura në botë, i thash, dhe mendoja vërtet. Ana nuk ishte vajza ime biologjike. Ajo ishte bija e gruas sime nga martesa e saj e parë. Kur u martova me Elenën, Anën e mora në jetë si të ishte imja. Nuk pati kur dyshim. Që ditën e parë ajo më thiri babi, dhe zemra ime e pranoi atë fjalë pa asnjë kush. Por jo të gjithë mendonin si unë. Babai im Arbeni ishte një burr i fortë, autoritar, i rritur me ide të vjetra dhe kufi të ngurtë. Ai nuk e kishte pranuar kur plotësisht martesën time. Për të, familja ishte gjak, mbiemër, trashëgimi, dhe Ana për të ishte thjesht vajza e dikujt tjetër. Megjithatë, ai kur nuk e kishte thënë hapur. Deri atë ditë, shtëpia e prindërve të mi ishte plot. Nëna ime lëvizte nga kuzhina në sallon, duke vendosur pjata dhe duke dhënë urdhra të vogla. Vëllai im kishte ardhur me djalin e tij, një fëmijë 7 vjeçar, energjik dhe i zhurmshëm. Ai ishte nip i vërtet për baban tim. E shihje në mënyrën si fliste, si përkëdhelte flokët, si mbushte pjatën pa pyetur. Ana rinte pranë meje, paksa e heshtur, por e sjellshme si gjithmonë. Ajo e ndjente ftohtësinë, edhe pse askush nuk fliste. Fëmijët e ndjejnë gjithmonë. Ana, ulu këtu, i thash, duke tërhequr një karrige pranë meje, në anën e majtë të tavolinës. Ajo ul me kujdes, duke palosur duart në prehër dhe duke buzëqeshur lehtë. Pastaj ndodhi. Babai im u ngrit pak nga karrigia, fytyra ju ngurtësua dhe me një zë të ashpër tha: "Jo, ajo nuk ulet aty." U ndala. Ajri u trash. Të gjithë ngritën syt. "Çfarë?" pyeta, duke menduar se nuk e kisha dëgjuar mirë. Ai zgjati dorën, e kapi karrigen e Anës dhe e shtyu fort mbrapa. Ana humbi ekuilibrin dhe u rrëshit, duke u përplasur me këmbët e tavolinës. Pjata e saj ra në dysheme me një zhurmë të fortë. "Ajo vend është për nipin tim. Për nipin tim të vërtet," tha ai, pas një pikë mëshire. "Kjo është për nipërit e mi të vërtet." Ana ngriti syt nga dyshemeja. Sytë e saj u mbushën me lot. Nuk qau. Vetëm më pa mua, sikur po më pyeste diçka pa fjalë. "Pse? Çfarë bëra gabim?" Gjaku më vloi. "Çfarë dreqim po bën?" bërtita, duke u ngritur me një herë. "A je në vete?" Nëna ime mbeti e shtangur. Elena u qua në këmbë, fytyra i ishte zbehur. "Është vetëm një fëmijë," tha ajo me zë të dridhur. "Babai im nuk u tërhoq. Asnjë ndjes, asnjë shenjë pendese. Në shtëpinë time gjërat janë të qarta," tha ai. "Unë kam një nip, jo 2, dhe nuk do të bëjmë teatër." Ana u qua ngadalë. Duart i dridheshin. U përpoq të fliste, por zëri nuk i dilte. Në vend të kësaj u fsheh pas meje, duke më kapur fort këmishën. Në atë moment diçka u thye brenda meje. Jo vetëm zemërimi, por edhe një iluzion i vjetër. Shpresa se një ditë babai im do ta pranonte Anën. "Mjaft," i thash me një qetësi të rrezikshme. "Nëse kjo është shtëpia jote, atëherë ne nuk kemi më vend këtu." "Mos u bëj dramatik," tha ai. "Fëmia duhet ta di vendin e saj." Këto fjalë ishin thika e fundit. U ktheva nga Ana, u ula në gjunjë para saj dhe i fshiva lotët. "Zemër," i thash butë, "ti nuk e bër asgjë gabim." "Asgjë." "Dëgjon." Ajo tunte kokën, por syti kishte plot frikë dhe hutim. Elena mori gjaketën e Anës. Nëna ime tentoi të fliste. "Ju lutem." "Arben, kërko falje," tha ajo me zë të ulët. Por babai im vetëm u kthye nga ana tjetër. Dera u mbyll pas nesh me një zhurmë të thatë. Në makinë askush nuk fliste. Ana më mbante dorën fort, sikur kishte frikë se do ta lija. Pas disa minutash, ajo foli me zë të ulët. "Babi, unë nuk jam nipja jote e vërtet." E ndala makinën anash rrugës. U ktheva nga ajo, e mora në krah. "Ti e vajza ime," i thash. "Dhe kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi." Ajo qau. Dhe unë qava me të. Por diku thellë në mendjen time e dija. Kjo histori nuk mbaronte këtu. Ajo tavolin kishte hapur një plagë që do të kërkonte të vërteta.
përballje dhe zgjedhje të dhimbshme. Dhe babai im ende nuk e kuptonte çfarë kishte humbur atë ditë. Ajo natë ishte e gjatë, jo nga zhurma, por nga heshtja. Një heshtje që rëndonte më shumë se çdo britm. Kur u kthyem në shtëpi, Ana nuk foli më. U fut direkt në dhomën e saj, hoqi fustanin blu dhe e palosi me kujdes, sikur donte ta fshinte atë ditë nga kujtesa. Elena u përpoq ta përqafonte, por Ana vetëm tha: "Jam e lodhur, mami." U shtri në shtrat pa qarë. Kjo ishte ajo që më trembi më shumë. Fëmijët zakonisht qajnë. Kur nuk qajnë, do të thotë se dhimbja është shumë e thellë për lot. Unë dhe Elena u ulëm në kuzhinë. Filxhanët e kafes mbetën të paprekur. Ajo më shikonte sikur priste diçka nga unë. Një fjalë, një vendim. Ai e shtyu, tha ajo më në fund. Babai yt e shtyu vajzën time. Nuk kishte asnjë akuzë në zërin e saj. Vetëm një fakt. Një e vërtet e zhveshur. E di, i thash, dhe nuk do ta le të kaloj. Çfarë do të thotë kjo, më pyeti. Sepse Ana nuk është thjesht e lënduar fizikisht. Ajo u poshtërua, u përjashtua, u bë e padukshme. Mbylla syt. Isha rritur me një baba që nuk kërkonte falje. Një burr që gjithmonë kishte të drejtë, edhe kur e kishte gabim. Për vite të tëra, unë kisha justifikuar sjelljen e tij. Është nga brezi tjetër, është rritur ndryshe, nuk e ka për keq. Por ajo ditë kishte kaluar çdo kufi. Nuk do ta çoj më Anën në atë shtëpi, thash qartë. Kur? Derisa ai të kuptoi çfarë ka bërë. Elena uli kokën. Syt i mbushën me lot. Faleminderit, tha ajo. Kaq më duhej të dëgjoja. Atë natë u futa në dhomën e Anës. Ajo ishte zgjuar. Syt i kishte të hapur duke parë tavanin. Hej, i thash but. Nuk fle. Po mendoja, tha ajo. Ndoshta nëse do isha lindur nga ti. Fjalët më pren frymën. U ula pranë saj dhe i mora dorën. Ana, i thash ngadalë. Familja nuk është ajo që thot dikush i zemëruar në një tavolinë. Familja është kush të mbron. Kush të do edhe kur të tjerët të lëndojnë. Ti do më mbrosh gjithmonë, më pyeti. Gjithmonë, i thash pa hezitim. Edhe kundër babait tim, nëse duhet. Ajo mbylli syt dhe më në fund fjeti. Por unë jo. Të nesërmen në mëngjes, telefoni më ra. Emri i babait tim në ekran. E lash të binte. Pastaj përsëri. Dhe përsëri. Në fund u përgjigja. Po. Mos e bëj këtë më të madhe se ç'është, tha ai me një herë. Fëmijët duhet të mësohen me realitetin. Realitetin që t'i shtyn një fëmijë 9 vjeçar, ju përgjigja. Apo realitetin që dashuria jote ka kushte. Ai heshti për një moment. Ti po më sfidon, tha më në fund. Në shtëpinë time. Jo, i thash, po të vë kufi. Dhe është shumë vonë për këtë. Ajo nuk është gjaku im. Por është vajza ime, i thash me zë të fortë. Dhe kush e lëndon atë, më humb mua. Ai qeshi lehtë, një qeshur e thatë. Po zgjedh një fëmijë mbi familjen tënde. Jo, thash, po zgjedh familjen time. E mbylla telefonin. Pas dite, nëna ime erdhi në shtëpinë tonë. E vetme, pa paralajmërim. Ana ishte në shkollë. Ai nuk fle, tha ajo sa po ul, por nuk e pranon gabimin. Atëherë asun nuk do të kthehem, i thash. Nëna ime më kapi dorën. Kur u rrite, tha ajo. I premtova vetes se nuk do të bëheshe si ai. Lotët i rëshitën në faqe. Dhe sot, vazhdoi. E mbajte atë premtim. Ajo u ngrit për t'u larguar, por para se të dilte, u kthye. Ai nuk e kupton ende, tha ajo. Por një ditë do ta ndjej mungesën. Kaluan javë, pastaj muaj. Asnjë telefonat, asnjë ftesë, asnjë falje. Ana filloi të qeshte përsëri. Por her pas here më pyeste. A mendon se gjyshi më urren? Jo, i thash gjithmonë. Mendon se ai ka frikë nga ajo që nuk kontrollon. Një mbrëmje, mora një mesazh nga vëllai im. Babai po përkeqësohet. Nuk flet, nuk ha shumë. Thot se e ke tradhtuar. E lexova disa herë. Dhe pastaj u ula pranë Anës që po vizatonte. Çfarë po bën, e pyeta. Një familje, tha ajo. Këtu je ti. Këtu mami. Dhe këtu jam unë. Po gjyshi, e pyeta me kujdes. Ajo mendoi për pak. Nëse më kërkon falje, tha. Mund ta vizatoj edhe atë. Atë natë kuptova diçka të rëndë dhe të bukur njëkohësisht. Fëmijët din të falin më mirë se të rriturit. Por nuk duhet të mësohen të durojnë padrejtësinë.
Dhe për herë të parë u pyeta, a do të ishte babai i mjaftueshëm burr për të kërkuar falje nga një fëmijë? Koha kalonte, por hija e asaj dreke nuk largohej. Ajo nuk qëndronte më në zhurmë apo në lot, por në gjëra të vogla. Në mënyrën si Ana hezitonte para se të ulej në tryez në festa shkollore. Në mënyrën si pyeste gjithmonë. Këtu është vendi im, apo jo? Çdo herë që e dëgjoja, diçka më shtrëngohej në gjoks. Një pasdite, rreth 3 muaj pas asaj ngjarjeje, mora një telefonat nga vëllai im. Zëri i tij ishte ndryshe. Më i ulët, më i lodhur. Babai është në spital, tha shkurt. Infarkt i lehtë. Mjekët thonë se do t'ja dal, por nuk është mirë. E mbylla telefonin dhe qëndrova për disa minuta pa lëvizur. Elena më pa nga ana tjetër e dhomës. Nuk pyeti. Ajo e dinte. Nuk po të kërkoj të harrosh, tha ajo butë. Por nëse shko si babai i Anës. Jo si djali i tij. Këto fjalë më shoqëruan gjithë rrugës drejt spitalit. Kur hyra në dhomë, babai im dukej më i vogël. Tubat, monitorët, muret e bardha ja kishin zhveshur autoritetin. Ai hapi syt kur më pa. Erdhe, tha. Nuk ishte pyetje. Po, ju përgjigja. Sepse je babai im, por edhe sepse dua të flasim. Ai ktheu kokën nga dritarja. Nuk kam kërkuar falje, tha pas pak. As nuk do ta bëj. Atëherë kjo bisedë do të jetë e shkurtër, i thash. Ai u kthye nga unë, i habitur. Ti mendon se unë jam gabim. Një fëmijë që nuk është gjaku im. Është gjaku im shpirtëror, e ndërpreva. Dhe ti e shtyve. E po shtërove. Para të gjithëve. Ai shtrëngoi nofullat. Në kohën time. Në kohën tënde, thash me zë të fortë. Njerëzit heshtnin. Unë nuk do të hesht. Në dhomë ra një heshtje e rëndë. Monitori rrihte ngadalë. Ajo të thëret gjysh, vazhdova. Edhe pas gjithçkaje. A e di këtë? Ai nuk foli. Por nuk do ta shoh më atë fytyrë që e përjashton, i thash. Jo pa një falje. Të vërtet. Jo për mua. Për të. Nga një burr plagte një fëmijë, tha ai me përçmim të lodhur. Nga një njerit e një tjetër, ju përgjigja. Mosha nuk të jep të drejtë të lëndosh. Unë ngrita për t'u larguar. Dora ime ishte te dera kur dëgjova zërin e tij, më të ulët se kur. Po sikur të mos di si ta bëj. U ktheva ngadalë. Atëherë mëso, i thash. Ashtu si që kërkon fëmijëve të mësojnë. Kaluan edhe disa javë. Asgjë. Pastaj një të shtunë në mëngjes, zilja e derës ra. Ana ishte në dhomë duke vizatuar. Elena hapi derën. Babai im qëndronte aty. I veshur thjesht. Pa autoritet. Pa zë të lartë. A mund të hyj, pyeti. Ana doli nga dhoma. U ndal kur e pa. Instinktivisht më kapi dorën. Babai im u ul në gjunjë. Lëvizje që nuk e kisha parë kur prej tij. Ana, tha me zë të dridhur. Unë kam gabuar. Ajo nuk foli. Të kam lënduar, vazhdoi ai. Dhe nuk kishte asnjë arsye. Asnjë. Ana më pa. Pastaj Elenën. Mami thot që falja nuk do të thot të harrosh, tha ajo me zë të qartë. Por do të thot të shohësh nëse dikush ka ndryshuar. Babai i muli kokën. Po përpiqem, tha. Nuk jam mësuar të dua kështu, por dua të mësoj. Ana u afrua ngadalë. Nuk e përqafoj. Vetëm tha. Vendin tim në tavolin nuk ma merr askush. Babai im tunte kokën. Asnjëherë, tha ai. Është i yti. Ajo u kthye nga unë dhe buzëqeshi lehtë. Atë mbrëmje, Ana vizatoi përsëri familjen. Shtoi edhe një figurë tjetër. Jo në qendër, por afër. Dhe unë e kuptova diçka thelbësore. Dashuria e vërtet nuk trashëgohet. Ajo fitohet. Dhe ndonjëherë fitohet duke u përulur para një fëmije. Pajtimi nuk erdhi si fest. Nuk pati darka të mëdha, as foto familjare, as fjalë të bukura për të mbajtur mend. Erdhi si një proces i ngadalt, i kujdesshëm, si ecja mbi xham të hollë. Babai im filloi të vinte her pas here. Jo shpesh. Gjithmonë pas një telefonate. Gjithmonë me një qese të vogël në dorë. Libra për fëmijë, lapsa me ngjyra, ndonjë çokoladë. Gjëra të thjeshta, por për të ishin hapa të mëdhenj. Ana e mbante distancën. Nuk ishte e ftohtë, ishte e vëmendshme. Si një fëmijë që ka mësuar se jo çdo buzëqeshje është e sigurt. Mund të ulem këtu, e pyeste ai çdo herë para se të merrte një karrige. Po, i thoshte ajo, ose ndonjëherë. Jo sot. Dhe ai e pranonte.
Një të diel pas dite, ndërsa po hanim drek në shtëpinë tonë, Ana vuri re diçka. Gjysh, tha ajo pa pritur. Ti gjithmonë pyet tani. Ai u ndal me lugën pezull. Po, tha. Sepse mësova që nuk kam të drejtë të marr vendin e askujt pa pyetur. Ajo buzëqeshi lehtë. Një buzëqeshje e vogël, por e vërtet. Elena më shtrëngoi dorën nën tavolinë. Ishte hera e parë që ndihej vërtet shpresë, por jo gjithçka ishte shëruar. Një mbrëmje, Ana erdhi tek unë para gjumit. Babi, më tha. Po sikur një ditë ai të ndryshoi mendje prap, e mora në krah. Atëherë ne do të bëjmë të njëjtën gjë si herën e parë, i thash. Do të largohemi, sepse dashuria jon nuk negociohet. Edhe nëse është gjyshi yt, sidomos atëherë. Ajo u qetësua. Fjeti. Ditët kalonin dhe babai im filloi të ndryshonte në gjëra të vogla, por të dukshme. Ai nuk fliste më për gjak dhe mbiemër. Fliste për ndjenja, për pendes, për frikën se mos mbetej vetëm. Një pasdite, ndërsa po pinim kafe në balkon, ai më tha: "Gjithë jetën time kam menduar se autoriteti vjen nga frika. Dhe tani e pyeta. Tani shoh se vjen nga besimi", tha. Dhe unë e humba atë me një fëmijë. E pash në sy. Ishte hera e parë që e shihja vërtet si njeri, jo si figur. Nuk e ke humbur ende, i thash. Por duhet ta meritosh çdo ditë. Një javë më vonë, ishte dita e shfaqjes së Anës në shkollë. Një dramë e vogël për familjen dhe miqësinë. Ana kishte një rol të vogël, por ishte shumë e emocionuar. "A mund të vi gjyshi?" më pyeti ajo. E pash me kujdes. "Vetëm nëse ti e do", i thash. Ajo mendoi pak. Pastaj tha: "Po, por të ulet në fund." Në sallë, babai im u ul në rreshtin e fundit. Duart i dridheshin pak. Kur Ana doli në skenë dhe foli fjalët e saj, sytë e tij u mbushën me lot. Pas shfaqjes, ai nuk u afrua me njëherë. Priti. Derisa Ana u kthye nga ai. "E bëra mirë?" e pyeti ajo. "Shumë mirë", tha ai. "Jam krenar për ty." Ajo buzëqeshi. "Jo nga detyrimi, nga gëzimi." Në rrugën e kthimit, Elena tha me zë të ulët: "Ndoshta disa njerëz ndryshojnë vetëm kur humbin gjithçka. Unë shtova. Dhe disa fëmijë mësojnë të rriturit çfarë do të thot familje. Por ende mbetej një provë, një e fundit, një tavolinë tjetër, një fest tjetër, dhe pyetja e madhe, a do ta mbante babai im mësimin, kur të vinte momenti i vërtet?" Ftesa erdhi pas disa javësh. Një kartolinë e thjesht e shkruar me dorë. "Ditëlindja ime. Nuk është festë e madhe, vetëm drek. Nëse doni. Babai." E lexova 2 herë. Elena nuk tha asgjë. Ana po vizatonte në tavolinë. "Çfarë mendon?" e pyeta Anën duke u ulur pranë saj. Ajo ngriti syt. "A do të ketë tavolinë?" pyeti. "Po." "Dhe vende?" vazhdoi ajo. "Po." Ajo mendoi për pak, pastaj tha fjalinë që më mbeti në mendje. "Atëherë dua të vi. Dua të shoh ku do të ulem." Dita e drekës erdhi. Shtëpia e prindërve të mi ishte e njëjta. I njëjti korridor, e njëjta sallë, e njëjta tavolinë e gjatë prej druri, por diçka ishte ndryshe. Nuk ishte më territor. Ishte provë. Babai im qëndronte në këmbë pranë tavolinës. Kur na pa, u afrua ngadalë. "Faleminderit që erdhët", tha. "Jo urdhër, jo krenari, thjesht falënderim." Ana hyri e fundit. Hodhi një sy tavolinës. Karriget ishin vendosur ndryshe. Nuk kishte krye tavoline. Nuk kishte vende të shënuara. Babai im e vuri re shikimin e saj. "Ti zgjedh ku do të ulesh", i tha. "Ku do?" Ana u afrua. Zgjodhi karrigen pranë meje. "Ul." Pastaj e shtyu pak karrigen anash dhe tha: "Gjysh ulu këtu." Ai u shtang, për një moment dukej sikur nuk dinte çfarë të bënte. Pastaj u ul. Jo mbi të, jo përballë, pranë. Dreka kaloi qetë, pa tension, pa fjalë të mëdha. Në një moment, nipi biologjik i babait tim u përpoq të merrte vendin e Anës për shaka. Para se të flisja unë, babai im tha: "Jo, ai është vendi i Anës." Qetë, vendosur, pa asnjë hezitim. Ana ngriti syt dhe e pa. Ai nuk e shmangu shikimin. Pas drekës, kur po përgatiteshim të largoheshim, babai im i dha Anës një kuti të vogël. "Për ty", tha. Brenda ishte një orë vjetër dore. E restauruar. E imja kishte qenë dikur. "Kjo është për dikë që ka vend", shtoi ai. "Jo në tavolinë."
Në zemër, Ana nuk foli, vetëm e përqafoi, fort, pa frikë. Në makinë rrugës për në shtëpi, Ana më mbajti dorën dhe tha, babi, po, zemër, ai nuk më shtyu sot. Buzëqesha. Jo. Atëherë, tha ajo, mendoj se tani jam vërtet mbesa e tij. E pash nga pasqyra. Elena po qante, por po buzëqeshte. Atë mbrëmje, Ana vizatoi për herë të fundit familjen. Të gjithë ishin aty, të barabartë, rreth një tavoline, pa etiketa, pa ndarje, dhe unë e kuptova përfundimisht. Familja nuk matet me gjak, as me mbiemra, as me tradita të vjetra. Matet me një pyetje të thjeshtë. A ka vend për ty këtu? Dhe atë ditë, babai më në fund kishte mësuar të përgjigjej saktë.